Ne në fakt deri tani kemi ndërmarrë masa apo politika të vazhdueshme për menaxhimin e mbetjeve dhe ndoshta e vetmja masë konkrete ka qenë reduktimi i qeseve plastike, por që dhe ajo nuk është se funksionoi shumë mirë. Sa i përket menaxhimit të mbetjeve, që pastaj sjell edhe këtë pasojë tjetër që është mikroplastike, ju si e konsideroni? Kemi dështuar kapitulli 27 që duket do jetë më i vështirë për tu. Nuk mund të them që kemi dështuar, gjithmonë ka probleme. Ne shikojmë që reformat caktuara mund të dështojnë patjetër. Ne shikojmë që problematika të theksuara ka në implementimin e ligjeve dhe strategjive që janë veçanërisht për menaxhimin integruar të mbetjeve. Ne pam një reform pak vite më përpara që përmbys hierarkinë e mbetjes, hierarkinë e menaxhimit të mbetjeve, që nuk u dha shumë fokus i duhur për ndalimit të gjenerimit të mbetjeve dhe më pas riciklimit dhe gjitha të tjera, por e pam që shkuam direkt te incinerimi. Nuk funksionoi mirë, pati problemet e veta, nuk pati vetëm problemet të skemës së mbetjeve, pati problemet të tjera me sa gjithë ne i dim, por ajo që duhet përmendur është që ne duhet të mendojmë qartësisht dhe të veprojmë në mënyrë sa më strategjike kur flasim për menaxhimin integruar të mbetjeve. Është e patolerueshme që ne në vitin 2026 të shikojmë akoma mbetje plastike apo mbetje urbane të shpërndara gjithandej. Këto janë mbetje të cilat konsiderohen të papranueshme nga pikpamja ligjore, që patjetër duhet të ishin në një vend të përshtatshëm ku më pas menaxhohen në formën që qeveria apo institucionet e kanë menduar, por është e patolerueshme që ne t'i shikojmë në mjedis. Është e patolerueshme sepse Shqipëria jo pak para ka investuar në skemat e menaxhimit të mbetjeve, jo pak përpjekje, angazhime apo donatorë ndryshëm, strategji, pra është harxuar një energji e jashtëzakonshme për të menaxhuar këto mbetje, dhe ne vim në një pikë ku ne po mendojmë dështimin. Po mendojmë dështimin sepse realisht e shikojmë kudo në natyrë dhe e shikojmë kudo edhe në vendbanimet tona.